E ftuar në një studio televizive, astrologja e njohur Meri Sheu u bëri parashikimin për përballjen e ndeshjes Shqipëri-Serbi, pjesë nga biseda. Më datën 11 Shqipëria përballet me Serbinë, Shqipëri-Serbi, ke një parashikim? Si e mendon se do të shkojë për Shqipërinë? Është ndeshje shumë e rëndësishme. Data 11 është e vështirë si për ne ashtu edhe për ata. Kur janë ndeshjet e vështira për të gjithë, jam te barazimi, do me thënë, nuk mund të japim dot një energji fitoreje, janë edhe rrethana të tjera që ndikojnë, shpresojmë te barazimi. Barazim sa? 0-0 se po u futën gola pastaj nuk mbaron. Barazim që anon nga fitoria apo barazim që anon nga humbja? Ne jemi bricjap dhe ata janë bricjap, jemi te barazimet. E ke fjalën në Golavarashti? Ata janë keq se kanë ngrënë shumë nga Anglia. Atë e di unë, ne mund t'ja marri me golavarazh, mos të ham shumë gola, ata duan të fusin gola do me thënë. Unë po e lë te barazimi se është ditë e vështirë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.